ditëve Juela vjen në shtëpi, ndërkohë jam akoma me juve. Shëndrit e disa, sikur nuk e prisnit, e disa? Unë me thënë drejtën e kam thënë që njësoj e kam në këtë pikë të lojës, si të dalë, si të rrim, ka marrë shumë malli për të shtëpisë, doja t'i pyesja, am doni mbrapsht apo doni me mlën këtu dhe mbasi të mbaroj Big Brother? I kam pyetur unë për ty, duan të lënë aty, nuk duan të marrin. Jo, s'ka mundësi. Gjithsesi më vjen shumë keq për Juelën, sepse e di që këtë lojë e donte tepër dhe ka dhënë shpirtin për këtë lojë, sadoj që banorët e tjerë nuk e kanë vlerësuar, por unë di që ajo ka qenë një element i rëndësishëm i këtij Big Brotheri dhe uroj shumë sukses atje jashtë. Rogert? Mu më ka hik me të thënë vërtetë një person shumë i rëndësishëm për rrugtimin tim këtu, është ajo arsyeja që unë u ktheva në këtë strategun që foli Arbi sot. Edhe me të thënë vërtetë mu më dhimbë se t'jash mase, por kaq kisha mundësi unë. Tani, kjo është një paralajmërim për mirin, kujdes e mirë, më deli fije kundra, se noshta mos e keti rallin. Mos ja bërë ti. Mos ja bërë ti. Zgati me dal jashtë. Me këto sulme që i ke bërë këto ditë. Nuk digja. Miri? Ja bëri Rogerti thua? Po tani kështu i bie tani, si i bie? Rogerti e ka ujë. Jo, si e mendon ti? Jo, unë mendoj që publiku ka vendosur që ajo të dali nga shtëpia dhe mua më vjen shumë keq faktikisht që në këtë pikë të lojës ajo të dilte sepse ka dhënë shumë për këtë. Ç'a mendon se e ka penalizuar? Po në këtë pikë. Po ndoshta e ka penalizuar edhe momenti që diskutimeve që ka pasur me Rogertin. Sepse Rogerti në disa momente nuk dukesh e kishte vërtet ndarjen me të apo jo. Se këtë thoshte është provokim, këtë thoshte jo dua për lojë. Tani duhet ta kishte ndarë më të qartë atë pjesë. Ndoshta jeti ai njeriu. Ndoshta po unë jam këtu. Po si ishte nominim? Mateo, ti ke patur goxha diskutime edhe gjatë këtyre 3 ditëve me Juelën, edhe ti dhe Birkena Xhanën, po pse mendon se e gjen veten jashtë Juela sonte? Sepse Juela është një lojtare që bën sulme pa arsye, ka debate pa argumenta, edhe fakti që ka lënë veten të nënshtrohet nga Rogerti dhe ka përkanuar ofendimet dhe përdorimin që ka bërë Rogerti, unë mendoj se Juela ka shpëtuar që ka dalë jashtë. Dhe fakt kryesore ka Rogerti. Atëherë Lidian, unë edhe ja hapa derën Juelës se kohën e fundit me sulme dhe ofendimet që mi ka bën, ka bën me unë shumë keq. Jam një shumë keq prej saj, edhe ju uroj sukses, e shpresoj ta ketë kuptu që ka qenë gabim loja që e ka bë kohën e fundit këtu mbrana. Okej. Mirë, po ju lë me njëri tjetrin, do të kthehemi tek ju pas pak, ndërkohë në studio me ne kam përshtypjen se do t'ju mungoj. Kam përshtypjen. Nëse e kishit qef dhe jo inat, do thoshte Monika. Zonja dhe zotrin, Juela Nikole! Shumë emocionuar. Mirë se erdhe. Do të bëjtis? Jo, mos ka që jemi mësuar tashmë. Shiko, si fillim njerë, më lër të të them që mua do të më marri shumë malli për ty. Po dhe për variantin tënd para dhe për variantin tënd mbas Rogertit, më dukej sikur nëse ti nuk ishe aty, sikur nuk kishte gjallëri shtëpia, e kupton? Pra, gjitha i entuziazmi, gjitha jo qirrja, rryli, do me thënë, është njësoj që të mos jetë mungesa jote në Big Brother, është njësoj që të mos jetë Monika në Big Brother, e kupton? Monika, si e me këtë është atje si ty me arbrin këtu? Jo, Ja pra. Po ne magari t'i afrohemi Rogertit. Rogerti është këtu, ne jemi këtu. Është strateg Rogerti, është strateg. Juela. Ua, Ledion, jam shumë emocionuar. Gjithë kohës të bëj pyetja. Duket që e pa besueshme. Gjithë kohës të bëhet pyetja. Ki kujdes toshin kur të dalësh jashtë, sepse çfarë do me thënë, çfarë do ngeli nga ajo... E ke këtë siklet? Mendon se ke gabuar në ndonjë... As pak, të them të drejtën. Unë nuk pendohem për asgjë në rrugtimin tim. Jam shumë krenare për vetë time. Jam shumë mirënjohëse gjithë publikut që deri tani më kanë mbështetur që unë të jem aty në këtë program. Për mua ishte një ëndër
shumë e madhe, besoj që do jetë një trampolin shumë e mirë për karrierën time artistike këtu në Shqipëri. Ëndra ime shumë e madhe është një ditë që unë të marr pjesë në Sanremo. Unë besoj shumë te faleminderit. Besoj shumë te puna, besoj shumë te sakrifica. Dhe nuk e di, unë tani ndjej një energji shumë të mirë, shumë pozitive, një mirënjohje të madhe mrena vetes time, dhe ndoshta pendohem pak vetëm për faktin që në fillim duhet ta kisha nxjerrë më pa këtë pjesën time. Po, do me thënë që më pëlqen mu të rrezikoj, nuk kam frikë të gjykohem, e the mendimin tim shumë lirshëm, jam gjithmonë për mendimin e lirë. Ka pas situata brenda shtëpisë që do t'i kisha evituar me shumë dëshirë. Të llojit? Ofendime të tepërta nga ana e Selin. Shiko, unë nuk besoj që kam prekur limite. Do kisha evituar gjërat që të kanë ardhur ndesh, pa ato s'ke si eviton. Po, do me thënë, ti ke njerëz përballë të thonë gjëra, maksimumi është që mund të përgjigjesh për çfarë do të thuaj. Mbase u shpreh gabimisht, do kisha dashur që mos tisha pjesë, por fakti që, do me thënë, erdhi dhe kjo ortakëria me Rogertin, e kanë përmendur, kanë përdorur shumë statusin martesor të atij, faktin që unë doja vëmendjen. Ka ardhur gjithçka shumë rrjedhshëm me Rogertin, kam vlerësu sa shumë ai e donte lojën, sa strateg ishte, analist. Më zhduk shumë i mirë që në fillim, për sa i përket aftësisë të tij për analizën e lojës, fakti që kishte shumë dëshirë të provokonte. Çfarë është një gjë që të ngeli pishman pa e bërë, duke dalë kaq afër finales? Cila është gjëja? E vetmja gjë pishman. Shiko, patjetër që në këtë pikë lojës do e kisha dashur shumë. Po patjetër, kush nuk do e donë. Por fakti që jam pak në afoni tani, do me thënë zëri im është pak i ulur, duhet ta marr pak veten. Do kisha dashur të këndoj më shumë, por aty brenda ndodh një gjë shumë e çuditshme, ti harron tekstet e këngëve, ju kanë ndodhur dhe këngëtarëve të tjerë me më shumë eksperiencë se unë, por gjithsesi nuk pendoj. Jo, tash mendova se mos kishe në një pishman të lloj, doja që të nxjerrja këtë përpara se sa të dilja vet. Për këtë e kisha. Patjetër, mbase Shëndriti ose Disa ose Mateo, nuk e di. Okej, këto që kanë, sidomos Mateo që më tha, do vite do të nxjerr jashtë. Besoj se do jenë kënaqur shumë nga kjo. Monika. Unë e kam pëlqyer argumentin e Juelës, por nuk kam pëlqyer tonin e saj. Pra, problemi që ndron Juela që ti çdo gjë që thoj aty mund të ishte e vërtet. Për fjalorin e Selinës, për mungesën po themi të dashurisë midis Mateos dhe Brikenës, shumë gjëra të tjera. Nuk ishte e vërtet? Që dyshoje në dashurinë e tyre. Që mund të ishte. Por, mënyra që ti bërtisje, ishte shumë e madhe. Dhe biles, ti do ta shikosh dhe do vish këtu do kuptosh se çfarë zhurmë e madhe është kur flet njëri, flisni 200 veta në skuptem asgjë. Jo, nuk e ke për atë ti, e kishte se bërtiste vërtet. Kjo bërtiste shumë, sa që ja tha dhe motra vet që ajo e kishte frikë. Dhe ajo i tha, mos bërtit, se shumë mirë je, të gjitha i ke shumë mirë. Po, problemi është që Juelës filloi t'i pëlqente kjo gjëja. Po, filloi t'i pëlqente sepse është mbijetes. Unë besoj që janë po ta shikosh, më shumë se ç'bërtet Selina, s'bërtet njëri aty. Ja, janë ca dinamika. Ne kemi Juelën këtu, pse e çon prapë te Selina? Jo, që ta kuptosh ti. Është bërë si Rogerti, është bërë si Rogerti. Unë nuk jam në garë për fitoren e Big Brother, o Monika, ftillohu. Po për çfarë jeni? Nuk fitoj unë Bigun. Unë vi këtu të martën e të shtunën, ikin shtëpi pastaj. Kaq. Ftillohu. Nuk jam unë në garë as me Selinën as me Mirin. Po atëre nuk është e njëjta gjë. A bërtiste edhe kjo? Tani Po mos e tani do për tash. Mua, tani zëri s'më ikën. Po pra. Jo pra jo, po i them që Juela i kishte qepore, u dashuruan mbas kësaj gjë, se Selina nuk bëhet ndonjëherë pishmam se bërtet. As Miri, as Rogerti. Po të tre ata në rregull janë. Po Juelën e keni parë, shiko. Ata të tre kanë përdorur Juelën. Juela dhe super se janë. E kupton? Ta Juela e keni parë edhe të qetë, edhe pra Juela kur është e qetë, është shumë argumentuar. Ty të pëlqen më shumë ajo. Po patjetër se një Juelë e qetë, edhe argumenti që jep përthithet më kollaj nga njerëzit. Unë e kam vetë atë defekt. Me shije është ajo. Mua më pëlqen për shembull Juela dualizmi. Unë e kam këtë dualizëm në rregull. Hajde se nuk thot vërtetën. E pranoj. Unë e pranoj vetëm kështu si jam. Me gabime me të mira. Unë vetëm të vërtetën them problemin tim këtë kam. Patjetër, koha ka treguar pikërisht që ti thua gjithmonë të vërtetën dhe unë jo. E pe dhe Rogerti do të bënte kamerat fshet me të vërtetat. Mbarove?
Vazhdo. Ka kohë që është pronarja e të vërtetave, kështu që mos i hyja. Po patjetër, pse kush? Rogerti është pronari i të vërtetës. Ti pra? Unë pra, për të mia po. Po. Juela, unë mendoj që ti e deshe shumë lojën dhe qëndrimin brenda shtëpisë Big Brotherit. Dhe për shkak të kësaj devijove pak nga karakteri yt. Dhe kam përshtypjen se u detyrove që të bëhesh pjesë e disa situatave me të bërtitura që nuk e shija më përpara të sjellja jote. Kisha krijuar një profil shumë të butë dhe shumë të bukur. Të paktën këtë na tregove ti ditët e para. Dhe bi dakord me Monikën që të bërtiturat kanë qenë të vrullshme, arsyet mund të jenë çfarë do, por uroj që për ca ditë ndoshta na bin veshët e rehat. Të lë Rogerti mos. Por derisa ti jetë Selina aty nuk besoj as Rogerti. Dua të pyes kush e fiton bigun? Kush e fiton bigun? Unë kam thënë Rogerti për mua. Juela, faleminderit shumë që ishe të Big Brother, ishte kënaqësi shumë e madhe. Edhe për mua. Faleminderit shumë. Shkonu aty afër Stenaldos, Juela do të jetë nesër live tek Shqipëria Live për të folur më gjatë dhe më gjerë. Shohim nëse do të zgjedhë të flasi qet apo me këtë nervin e ri që të paktën ca prej nesh e duam. Kthehemi pas kësaj shkëputje.